Gjykata e posaçme ka dhënë vendimin për një nga atentatet më të bujshme të viteve të fundit, duke dënuar me burgim të përjetshëm Plaren Dervishajn dhe me 35 vite burg Julian Meçen për sulmin ndaj ish prokurorit Arjan Doja. Trupi gjykues pranoi kërkesën e prokurisë së posaçme, e cila akuzoi Dervishajn si organizator të atentatit, të kryer në bashkëpunim me persona të tjerë, mes tyre Ramazan dhe Rediana Rahja, ndërsa Julian Meçaj u shpall fajtor si një prej autorëve që hapi zjarr ndaj automjetit, kultonte ish prokurori. Të dy të dënuarit u arrestuan në Dubai dhe në muajin gusht të vitit 2024 u ekstraduan drejt Shqipërisë për të përballur me drejtësinë. Atentati ndodhi në 1 nëntor 2019 pranë mbikalimit të shkozetit në Durrës. Në automjet ndodheshin ish prokurori Arjan Doja, Aleksander Laho dhe shoferi Andi Maloku. Si pasojë e breshërisë së plumbave, Maloku humbi jetën, ndërsa 2 personat e tjerë mbetën të plagosur. Sipas SPAK, zbardhja e ngjarjes u mundsua përmes transkriptimit të komunikimeve në aplikacionin e koduar SkyECC, të cilat ndihmuan në identifikimin e autorëve dhe organizatorëve të atentatit. Gjatë procesit gjyqësor, Arjan Doja, tashmë deputet i Kuvendit, deklaroi se nuk ishte pasur konflikte me të pandehurit dhe se nuk ishte në dieni të motiveve që çuan organizimin e sulmit ndaj tij. Me këtë vendim, gjykata e posaçme mbyll një prej proceseve më të rëndësishme penale të viteve të fundit, ndërsa hetimet për persona të tjerë të përfshirë në dosje vijojnë.